Muzika italiane në zi, shuhet Toni Dallara në moshën 89 vjeç. Një nga ikonat më të mëdha të muzikës italiane, Toni Dallara ka ndruar jetë në moshën 89 vjeç, duke lënë pas një trashëgimni të jashtëzakonshme artistike që shënoi disa dekada të muzikës italiane. Lajmitërisht u bë ditur përmes një mesazhi ngushëllimi të publikuar në X, ku vlerësohej kontributi i tij i pazëvendësueshëm në historinë e këngës italiane. I dashur Toni, ti ishe një nga të ashtu quajturit bërtitës dhe shënove historinë e muzikës italiane. Ne nuk do të harrojmë. I lindur në Campobasso Molise në vitin 1936 dhe vdiq në 2026, Toni Dallara është i njohur si mbreti i bërtitësve të muzikës italiane. Karriera e tij muzikore shpërtheu në fund viteve 1950 me hitin e tij Come Prima, një këngë që revolucionarizoi stilin muzikor italian dhe i dha Dallarës një vend të veçantë në historinë e muzikës pop. Kjo këngë, e interpretuar në stilin e tripletit të Plateres, pati një sukses të jashtëzakonshëm, duke shitur mbi 300.000 kopje vetëm në disa javë dhe është përdorur gjithashtu për reklama, duke e bërë një ikon të muzikës pop italiane. Në vitin 1960, Dallara fitoi Festivalin e Muzikës Sanremo me këngën Romantika, një ngjarje që i siguroi një vend të rëndësishëm në zemrat e italianëve. Ai vazhdoi të triumfojë në Sanremo edhe me këngë të tjera, përfshirë Un Uomo Vivo në vitin 1961 dhe Come Posso Dimenticarti në vitin 1964, duke e bërë një nga fituesit më jetëgjatë të këtij festivali në histori. Dallara ishte një nga pionierët e të ashtu quajturve urlatori, këngëtarë që sfiduan traditën e këngës italiane të bel canto dhe sollën ritmet e rock and rollit në skenën muzikore të vendit. Ai ishte një nga ata që solli një shpërthim energjik dhe një stil të ri në muzikën italiane, duke i dhënë jetë një lëvizje që do të ndiqej edhe më vonë nga artisti Mina dhe Adriano Celentano. Në vitin 1960, Dallara vazhdoi të shiste miliona disqe me këngë të paharrueshme si Ti Diro, Brivido Blu, Giulia, La Novia dhe Bambina Bambina. Përveç karrierës së tij muzikore, ai ishte gjithashtu një piktor i apasionuar dhe një personalitet i dashur televiziv. Ai e kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij duke kontribuar në shumë aspekte të kulturës italiane dhe duke u bërë një nga emrat më të njohur dhe më të dashur për publikun. Toni do të mbahet gjithmonë mend si një legjendë e muzikës italiane, një artist që ndryshoi përjetësisht peizazhin muzikor të Italisë dhe i dha një stil të ri energjik muzikës pop. Ndërsa ai kalon amshi, muzika e tij do të vazhdojë të jetojë dhe do të frymëzojë breza të tërë.